Në mbyllje të javës, kryeministri Edi Rama foli për disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të ditëve që lan pas të lidhura me rrugtimin evropian të Shqipërisë dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Kryeministri cilësoi zhvillimet si pjesë e një procesi të pandalshëm reformash dhe transformimesh që po e afrojnë Shqipërinë gjithnjë më shumë me objektivin historik të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke forcuar njëkohësisht institucionet demokratike, sundimin e ligjit, transparencën dhe mirëqeverisjen. Për herë të parë, pas shumë dekadash, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët, por si një maj tani më e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion. Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord. Marrëdhënia me Bashkimin Evropian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete dhe tani më Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme. Dhe e gjitha kjo nuk ka ardhur rastësisht, ka ardhur me punë, ka ardhur me rezultate, ka ardhur nga një proces transformues që vazhdon në çdo sektor. Reforma në drejtësi, transformimi i administratës, digitalizimi i shërbimeve, modernizimi i ekonomisë, investimet dhe transformimet në energji, infrastrukturë, standardet reja në sektor strategjik nuk janë pjesë shkëputura dhe asnjë listë fjalësh pas të cilave ka pak përmbajtje, por janë hallkat e një zinxhiri gjithnjë e më solid të ndërtimit të shtetit evropian të shqiptarëve. Prandaj 9 maj nuk është për ne vetëm festa e Europës, por është edhe momenti kur marrim frymë me një ndjenjë legjitime krenarie dhe ecim përpara për të arritur majën që tani më është e arritshme me thjesht dhe vetëm angazhim dhe vullnet. Ai foli edhe për programin e Bashkimit Evropian për bashkitë, i cili sipas Ramës ka një fokus të veçantë, duke ndihmuar pushtetet vendore të ecin me hapa të shpejtë që nesër si pjesë e Bashkimit Evropian të mund të përthithin investimet dhe fondet që jep Unioni. Ky program bën pikërisht urën ndihmëse për të përcjell më shumë dije nga Bashkimi Evropian drejt bashkive tona, për të rritur vetdijen e tyre për rolin që kanë në raport me Bashkimin Evropian në një vend që nesër bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, unë besoj se ky program është një fakt që vjen në kohën e duhur, si pjesë e tërësisë së fakteve që provojnë se Bashkimi Evropian është gjithmonë më pranë, se Shqipëria është gjithmonë e më shumë një vend që shihet si antar i Bashkimit Evropian, jo në të ardhmen e largët, por në vitet që vijnë. Në mbyllje të fjalës së tij, Rama reagoi edhe për raportin e reporterëve pa kufi në lidhje me mediat në Shqipëri, teksa u shpreh se një pjesë të madhe të kohës televizive e merr opozita.